disa minuta është lajmi i fundit vetëm 2 orë më parë. Lajmi i fundit ekstradohet nga Dubai Florent Çapja. Florent Çapja, një super personazh i njohur nga Elbasani, bashkë me fisin e tij, janë disa në fakt. Para se jap fjalën Flogertit edhe Gjinishin, na thon 2 fjalë, nuk dorim shumë, të dorim shumë shkurt, po thash vetë të përfitojmë nga rasti me që është lajmi i fundit dhe shikoni vetë çik imazhet se si është ekstraduar sot nga Dubai. 2 orë më parë ja shikojeni. Çoje pak zërin Ledio. Ja, çoje zërin shikoni pak. Do të jenë forca speciale këto Flogerta për që e marrin. Të veshur kështu me maska, me skafandra, me gjëra. Ja ku është, sapo ka nga Dubai, Ledio do e luaj tani pas zë. Do e luaj gjatë gjithë kohës në ekran, sepse vetëm këto janë imazhet që i kemi marrë nga Euronewsi. Florent Çapja, që mos vonohemi shumë këtu, jo në fakt, do e filloj me Flogertin si gazetar, pas do vetë Gjinishit të bëj një koment, se do kujtojmë që Gjinishi ka qenë kandidat për deputet para sa vitesh Gjinish? 2021 në Elbasan. Kështu që e njeh pak zonën atje. Flogert, unë e di që ti smersh për Riknezez, e mirë bën, as unë smerem, por më thuaj të lutem, çfarë rëndësie ka për shtetin, për strukturat e shtetit, ekstradimi i këtij personazhi, i Florent Çapjas? I Florent Çapjas. Florent Çapjas, më fal. Florent e ka media, me C. Nëse shën si ka. Në për media sot gjithandej është ky tekst vetëm i shumë kërkuar i drejtësisë Florent Çapja, është ekstraduar pas ditën e sotme nga Dubai, ndërsa burime bëjnë me dije se ky i fundit ka mbritur në aeroportin e Rinas 2 vjet më parë gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, pra GKK-ja, dënoi me burg për jetë Ardian Çapajn, që duhet të jetë vllai i tim duket. S'merret vesh janë vëllezër apo Djem Xhaxhaj. Jo, Nipi. Ky është Nipi. Ky është Nipi. Florent Çapja dhe Jorgu Lekun. Për vrasjen e Nezil dhe Gentian Beqirit Babebir. Nezil dhe Gentian Beqiri Babebir u vranë në vitin 2012 banesën e tyre teksa Gentian Beqiri ishte në arrest shtëpie. Ky është i vetmi tekst që kam gjetur për momentin sot, ndërkohë që ju po shikoni pamjet e ekstradimit nga Dubai. Pyetja ime është e thjeshtë. Fare shkurt. Pse ka që rëndësishëm Florent Çapja një, Flogert, a ka lidhje ekstradimi i tij, koha ekstradimi i tij me zgjedhjet që bëhen pas 9 ditësh, apo është një koincidencë? Dhe ajo që më intereson është të kuptoj, a ka rënë miti i Dubait të gjithë në Shqipëri, kur dëgjon histori të këtyre të fortëve ose këtyre që kanë probleme me drejtsinë, dhe i kanë ikë në Dubai, thonë të gjithë që ata janë në rregull, janë në Dubai dhe nuk i prek njerin. Ndërkohë po shohin, po kthehen, po ekstradojnë shumë nga Dubai. Pra ka rënë miti i Dubait? E para, unë sot jam interesuar për të marrë informacion në lidhje me ekstradimin e Çapjas, dhe më është konfirmuar që nuk është një ekstradim, sepse ne nuk kemi një marrëveshje ekstradimi me shtetin e Abu Dhabit, por jo, është një operacion policor, siç ka ndodhur edhe para pak muajsh ku 2 të dënuar për jetë janë riadhësuar në Shqipëri, njëri nga Stambolli dhe tjetri nga një aeroport tjetër. Kështu që në këtë kuptim është në vazhdën e betejës dhe operacioneve... Si e marrin kur nuk ka ligj ekstradimi? Si ka sjell? Është operacion policor, që do të thotë, ai zotria atje arrestohet, ai mund të lirohet, pastaj mund të arrestohet për diçka tjetër, kthehet, deportohet, deportim, jo ekstradim. Deportim thotë? Deportim, po. A ka ligj, pra se s'ka ligj për ekstradimin, si mund të ketë për deportimin? Pra, shteti atje e deporton se ka sjellje agresive, fjala vjen, ka një konflikt atje dhe deporton në vendin nga ka ardhur. Rastet e mëhershme dënuarit për jetë kanë pas shkuar në Dubai nëpërmjet Stambollit, ata janë nisur deportuar drejt Stambollit dhe në Stambol forcat operacionale të shtetit shqiptar e kanë marrë dhe e kanë Po ky s'vjen nga Dubai direkt thuati? Varet nga ka shkuar, nëse ka shkuar nga Tirana direkt, ndodh operacioni policor dhe deportimi drejt Shqipërisë, ose nëpërmjet një aeroporti që mund të jetë Stambolli apo... Pra, ti thua që miti që nuk të ekstradojnë nga Dubai vazhdon të jetë, thuati, nuk ka rënë. Miti nuk ka rënë, sepse Abu Dhabi, shteti atje ka me shumë pak vende... Jo Abu Dhabi, Dubai, jemi në bashkuar. Ka me shumë pak vende marrëveshje, ka me disa vende, me sa unë kam informacion, por me pjesën dërmuese nuk ka, është ajo parajsa, le të themi, e personazheve, por ka mekanizma të tjerë ligjor, nëse mund ta themi kështu,
që me anë disa operacioneve policore dhe bashkëpunimeve policore mund të ndodhë jo ekstradimi, po deportimi që në finale përfundimi është i njëjtë. Qartë. Ka lidhje me zgjedhje Fuadi? Jemi 9 ditë para zgjedhjeve. Nuk është rasti i parë. Mi dakord, po ky është personazh shumë i përfolur, Elbasani ka gjithmonë një nga kryefjarat e fushatave zgjedhore. Patjetër, më po nuk ka lidhje. Ka ndodhur edhe të tjera para, nuk ka lidhje. Gjinish, edhe do e mbyll tu se nuk dua ta ka lidhje me fushat. Falë, se mund të ndoste vetëm një fjali. Se po donim të thonim që ka lidhje, mund të ndoste pak para se dilin listat për shumë. Që do me thonë? Gjinishi tani. Po jemi, nuk do i lëm gjëra me në kuptim. Nuk do i lëm gjëra me në kuptim. Pse? Jo, sepse me sa unë kam djeni, një zonjë nderuar nga Fisi Çapja është kandidate për deputet. Dakord. Dhe në qoftë se nuk do kishte një tentativë siç po hamendojmë që të ketë një ndikim ku diun të shfarë. Ti thua se ishte në listë ajo. Eksakt pra. Kështu që në këtë kuptim. Po pikërisht pra, duke qenë ajo në listë, ndoshta Bam arreston këtë dhe e sjellin në Shqipëri. Ky nuk po mblidhte. Nuk e di, po është një me mbiemër Çapja, apo s'ka lidhje fare. Gjinish? S'ka lidhje. Gjinish? Po është krejtësisht politike. M'fal, ka lidhje apo s'ka lidhje? Jo, nuk ka. Ai ti kërkojnë ndjes sonjës. Nuk ka lidhje, ka thjesht mbiemrin Çapja. Okej. Për mua është krejtësisht politike. Pse? Gjatë gjithë kohës që rilindja erdhi në pushtet, sigurisht që Elbasani është një nga vendet ku përplasen bandat rivale. Kjo dihet. Dhe ka ndodhur para se sa të vi rilindja për herë të vërtetës. Por gjatë gjithë kohës që rilindja është pushtet, Çapajt janë goditur pafundësisht. Ju bë atentat në shtëpinë e tyre që u vranë disa vetë. Po Çopjat, se janë Çapja dhe Po pra, janë dy gjëra ndryshme. Këto janë tjerët. Çapajt janë tjerë, domethënë. Këto janë pjesa kundërshtare e asaj pjesës tjetër që është Sueli. Ndërkohë, po them që është politike. Sueli është Çopja apo Çapja? Nuk ka lidhje me këto, është në hasmëri me këto. Është Çopja ai do. Çapajt janë në hasmëri. Ai është Çopja do. Dakor. Ai është Çela, fare me. Ai është Çela, nuk është Çopja fare nga tropa. Po pjesa që tha për kandidatën. Tani çështja është kjo Çani. Në momentin që është fusha jon. Në momentin që për 3 mandate goditet vetëm pjesa e Çapajve. Ndërkohë që Sueli dhe gjithë pjesa e Suelit, sepse edhe Sueli është i kërkuar, është i dënuar, shpallur në kërkim. Po pra, pjesa e tyre bën fushat çdo ditë për rilindjen, atëherë si lexohet kjo? Atëherë Çapja i bihet më fal, me kë është tani? Le ta bëj muhabetin fare thjesht si muhabet kalamash. Çapja është me PS-n me PD-n. Nuk di me kë është fare, sepse ky është në Dubai. Nuk e di fare me kë. Ata punojnë nga Dubai. Por bandat bravo. Bandat Bashkisë Socialiste. Bravo. Bandat në konflikt. Po Çapjat pra, i bie të jenë më shumë afro opozitës atëherë, me logjikë. Patjetër, sepse ato nuk mund të jenë me palën e has. Një sekondë, nuk mund të jenë me palën e has me det kundërshtarit. Kjo është detyrim për caktim. Kjo është pjesa e parë që unë shikoj komplet politike, Çani. Pjesa tjetër që e prekur pra Flogerti, ne nuk kemi marrëveshje ekstradimi, po kemi marrëveshje deportimi, sepse është bërë në kohën kur ministri i brendshëm ishte zoti Balla, nëse kujtohet, u bë një marrëveshje e tillë që për persona në kërkim, për cilët gjykata shqiptare ka një vendim të formës prerë, mund të deportohet, por deportimi nuk bëhet me arrestim të policisë shtetit tonë në vendin tjetër. E arrestojnë ato, saktohet, plotësohet dokumentacione dhe prerë. Momenti që vjen pikërisht një javë para zgjedhjeve, unë shikoj komplet politike. Ata arrestuan Turin Bamin me këtë marrëveshjen, edhe rikthyen prapë. Po, m'fal Cako, sepse ka një klauzol. Gjykatat e Emirateve e marrin në shqyrtim, dhe ato vendosin pasaj. Do deportohet apo jo? Shqyrtojnë llogarim bankare të personit dhe vendosin. Po vendosin gjykatat, s'është politike. E ka vendosur gjykata. Shiko Çani. Nuk vënon gjykata kështu se këta bën një marifet. Bën një marifet. Sigurisht në ato. Bën një marifet. Dubai po them jo këtu. Gjykatat atje. Gjykatat Dubai nuk janë si te. Në Dubai bën një marifet të tillë. Ja, prita mbaroj Cako të kalojmë te sondazhet. Në Dubai bën një marifet të tillë. Unë nuk di që gjykatat të marrin të shqyrtojnë këto gjykatat tona, por këta përfaqësuesit e shtetit ose njerëz të tyre të lidhur që janë në Dubai. Kujt është shqiptar? Po. Bëjnë ndonjë ngacmim të elementeve që këta duan t'i deportojnë. Dhe krijohet ndonjë konflikt aty i momentit. Dhe policia sa e arreston, policia e Dubait, e kthen, e deporton me njerë dhe thotë merreni se është person problematik. Sepse nuk ka bërë ndonjë vepër penale të rënda, që ta gjykojnë dhe ta dënojnë, po thjesht për si person konfliktual, ata e marrin dhe deportojnë. Kjo është mënyra si deportojnë. Pyetje fundit, a ka të drejtë
të votoj Florent, ose Florenc, Ledio ka bërë Florent, nuk ka rëndësi fare, është detaj ai. Florent Çapja ka drejt voton 11 maj apo jo? Sipas kodit, sipas ligjit shqiptar. Po, Çdo njeri që është mbi 18 vjeç ka drejt të zgjidhë dhe të zgjedhë. Edhe në paraburgim. edhe në paraburgim. Kudo. Iku. Se se merri një mesazh, më thotë, a ka të drejtë sipas kodit zgjedhor? E drejt kushtetuese e pa negociush. Po, dakord. E pyeta me kë është ky, më afër kujt janë këta fisi Çapjeve, më afër Berishës apo afër Ramës? Po pres përgjigje ndërkohë se është një person që njeh këto. Ja, po më përgjigje ndërkohë, po ndërkohë unë nuk kemi kohë. Përgjigju shpejt se s'kemi kohë do gjim të sondazhet prak. Është 21:20 ora. Ledio, unë them ky është momenti që ne të bëjmë një xhiro urgjent